festive vinë ndryshe në Megatek. Hipermarketi gjigant përgatitet të festojë 2 vjetorin e pikërisht në datë 29, Megafesta nuk do të mungojë. Megatek vazhdon të ofrojë çmimet më të mira në treg. Shumë kusht nxiton të bëjë blerjet e fundvitit në këto ditë ofertash, por ka edhe nga ata, të cilët presin me paduri surprizat që 3 ditëshi i fundvitit 2011 do të sjellë. Në datat 29, 30 dhe 31, Megatek do të mbushet me super oferta dhe çmime promocionale për të gjithë ata që kanë rezervuar fundjavën e fundit të vitit për të bërë blerjet e tyre. Megatek ka filluar qysh nga fillimi muaj dhjetor. Ne edhe sloganin e këtij muaji kishim një muaj fest. Ka ofruar një larmi të madhe produktesh me ulje, lojra për fëmijët çdo weekend. Ka qenë me të vërtet një muaj shumë intensiv shitjesh. Besoj se njerëzit, klientët pra kanë qenë të gëzuar. Ka pasur goxha lëvizje, po vazhdon me të njëjtën ritëm dhe besoj që deri nga fundi vitit ritmi do të jetë në nivele kaq të larta. Nga fundi i këtij viti, meqenëse se Megatek ka 2 vjetorin e saj, ne planifikojmë që të bëjmë mira artikuj me ulje deri në 50%. Besoj se me rastin e fundvitit, pra në datën 29, 30 dhe 31, klientët do të gjejnë një gamë shumë të gjerë artikujsh me çmime të mrekullueshme. Megatek këto 2 vite ka bërë një rritje shumë të madhe në tregun shqiptar. Vetëm këtë vit ne kemi rritur mbi 9000 artikuj të ri, duke e çuar numrin e artikujve në 37.000. Planifikojmë që në vitin 2012 numri i artikujve të rritet edhe me 4 deri në 5000 artikuj të tjerë, duke bërë Megatekun një nga qendrat më të mëdha në rajonin e Europës, jo vetëm nga gama e gjerë e artikujve, por nga cilësia e saj shumë i lartë dhe nga çmimet e mrekullueshme. Do të ftoja gjithë klientët që të ishin të pranishëm me datën 29, 30 dhe 31, se me të vërtetë do të gjenë një mjedis të mrekullueshëm me staf goxha cilësor dhe me produkte dhe me çmime shumë të mira. Animatorët prezent gjatë gjithë fundjavave të muajit dhjetor do të sjellin një program ndryshe më të pasur e më të larmishëm për fëmijët. Xhonglerët dhe artistët e cirkut do të vazhdojnë të festojnë në këndin e tyre festiv me babagjyshin, por edhe me personazhe të tjerë shumë të dashur për ta. Stafi i Megatek premton se atmosfera festive dhe shërbimi cilësor do të ndihet kudo përmes uljeve të mëdha dhe aktiviteteve festive.